Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Fillojmë pa humbur kohë nga receta e radhës. Sot kam përgatitur djath shtëpie me qumësht të freskët fshati. Sa herë që më qëllon që të marr qumësht në Shqipëri, qumësht lope të freskët, pra qumësht fshati, dua që ta bëj patjetër djath. Më pëlqen ajo aroma e djathit që jemi rritur në fëmijëri. Dhe kështu pasi e kullojmë e vendosim në një tenxhere dhe e vendosim në sopë në mënyrë që të zjej, pra që të filloj të vloj. Dhe sa po ka zier ashtu i nxehtë si është, do shtojmë 2 garushdhe me kos shtëpie dhe do ta përziejmë shumë mirë në zjarr të ngadalt, duke e përzier vazhdimisht. Keni kujdes mos ju derdhet dhe mos ju digjet. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Siç e shihni, masa pritet shumë shpejt, do ju marr vetëm pak minuta dhe do ta kulloj menjëherë ashtu si është i nxehtë, me kujdes mos digjeni. Mund të përdorni edhe forma përkulluese të djathit, unë i kam, por doja që ta kulloja fiks ashtu si që bënte gjyshja ime dhe mami im me ndihmën e një nape të bardhë dhe të pastër. E shtrydhim shumë mirë, kështu si tregohet në video, e mbledhim, vazhdojmë ta shtypim në këtë mënyrë, në mënyrë që të kullohet sa më mirë dhe kështu do ta lëm për disa orë. Mund të vendosni edhe diçka me peshë në sipërfaqe, si për shembull një kavanos ose një tas të rëndë, në mënyrë që të kulloj sa më mirë. Dhe kështu do ta lëm për disa orë. Këtu është gati, shtojmë krip në sipërfaqe. Nëse do ta ruani, kripa duhet të jetë e trashë dhe kështu e keni gati. Po ju a e përgatisni djathin vet apo e merrni të gatshëm? Nëse keni një mënyrë tjetër, mund ta ndani me ne në koment. Pres përshtypjen tuaj. Faleminderit.